ndaj klientit tim parimisht janë të supozuara kryerja e veprave të krimit të organizuar dhe shpërlarjes parave, cilat si vepër bazë kanë veprën e detyrimit dhe mashtrimit. Klienti jem me Spartakun kanë qenë shok, bashkëpunëtor, janë të afërm, sa i përket vlerimit nuk ka asnjë lloj shoqënie ose në atë se çka ka kërku prokuroria prej gjykatës për caktimin e masës së sigurisë, çka përshkruan për klientin e juaj? Sa i përket klientit tim Mariana Liaj, nuk ka dyshime për lehtësim dhe financim në kryerjen e veprave terroriste. Për atë vepër dyshohen dy të dyshuarit e tjerë. Ndaj klientit tim parimisht janë të supozuara kryerja e veprave të krimit të organizuar dhe shpërlarjes parave, cilat si vepër bazë kanë veprën e detyrimit dhe mashtrimit. Mirë po që në esencë është vetëm një lloj, mund të them, një ballon i madh, një fluske e madhe, e cila më shumë ka sjell një lloj shoku edhe një lloj vëmendje të madhe shoqënore dhe mediatike, sesa që në esencë ka elemente inkriminuese posaçërisht për mbrojtjen e tij. Te detyrimi edhe te mashtrimi, është edhe një vepër tjetër për të cilën prokuroria thotë është edhe tek importi apo armbajtjet pa leje. Çka thot? Po më intereson me di që ka shpjegu rolin prokuroria. Qyre, mas pare duhet me di që jemi një fazë shumë tashme, edhe prokuroria mas pare është kërkesa si kërkesa shumë e paqartë, edhe kërkesa si kërkesë ende i ka ato dyshimet e saj, se në çka të përcaktohet fillimisht për çfarë vepre. Prokuroria vetë fillimisht ka thonë që dyshojmë në kontrabandim tregtim me armë ose armbajtje pa leje, e që në realitet është një armë personale, një revolje, cila është nxanë klientit tim, i cili e pranon përgjegjësinë penale. Mirë po fakti që i njëjti dyshohet se armën e tij ka tentuar që ta shes, ta heq, domethënë mos të mbaj më armë pa leje, prokuroria ka dashur që të ngarkoj, pra t'ja ka ngarkoj padrejtësisht edhe fillimisht dyshimin për ta vendosur pa burgim, se gjëja domethënë ka bëu kontrabandim me armë që nuk ka bazë, sepse nuk ka vepër të kontrabandimit me armë nëse ti tenton ose synon me shit armën tane. Ti duhet t'jesh shitësh sistematik i armëve, cili dëshmohet që i ke profesion ose i ke zanat të kundërligjshëm, edhe je marrë me to në një periudhë caktuar dhe ke arrit me pas, domethënë, tregti më shumë se sa 2 herë, domethënë 2 transaksione për me mujt më vërtetuar që ti domethënë mirësh me kontrabandim ose shitje të armëve. Kështu kjo nuk ka bazë. Te detyrimi edhe te mashtrimi, çysh ka pretendu prokuroria që e ka bu klienti juaj? Gjithë baza e dyshimit fillestar ndaj klientit tim lidhen me një rast që s'ka të bëjë me klientin tim fare. Mirë po që prokuroria, unë mendoj që nuk ka informacione të plota, sepse prokurori mendoj që këto hetime janë bërë 2 vjet e gjysmë prej policisë, dhe prokurori mendoj që ka marrë informacione të qartë gjithë kësaj pasqyre të gjanë, domethënë të përgjimeve, të fotografimeve, të inqizimeve të cilat janë bërë ndaj këtyre të dëshurve. Aty ka të bëjë me një rast që ka të bëjë me shtetas i Maqedonisë, që ka qenë merret bashkëpunëtor në biznes me klientin tim dhe nga Gjakova. Avokat, kur ndalesh edhe isha të tre të dyshuarit, Arianin, Spartak Dërmakun dhe personin e tretë, çka thonë për njëri tjetrin? A njihen dhe kur njihen? Klienti jem me Spartakun kanë qenë shok, bashkëpunëtor, janë të afërm, sa i përket vlerimit nuk ka asnjë lloj shoqënie ose bashkëpunimi ose çfarë do forme tjetër, ndoshta edhe që një kohë gjatë si s'kan folë në qytet. Kjo është raporti mes klientit tim. Po ta bëj këtë pyetje sepse në dosjen e prokurorisë të cilën e kemi siguru, po edhe të vendimit të gjykatës, këta tre përshkruhen që sepse përmend edhe më herët çështjen e kriptovalutave dhe monedhave digjitale, përmes kriptovalutave po dyshohet që kanë bërë tregtim të transferimit të kriptovalutave me prejardhje të dyshimt, përmes disa akaunteve të ndryshme apo llogarive të ndryshme, në emër të donacioneve të disa llogari të tjera që gjithmonë sipas dosjes, autoritetet të jashtme të sigurisë kanë thonë që kryesisht përdoreshin për financim të grupeve terroriste, siç është ISIS dhe të tjera. Qyre, e para do të me lezu me vëmendje kërkesën. Klienti jem nuk është askund, as i përfshim, as i dyshum, as i përmendun lidhur me këto transfere të kriptovalutave ose konvertimin në USDT.
e pastaj dërgimin në këto faqet të Telegramit, të cilat sipas autoriteteve të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Kanadës janë akaunta të dyshim dhe individ dyshim që kanë mundur të dërgojnë ose të financojnë grupe të caktuara në Siri. Klienti jem fare s'ka të bëja, s'është i përmendur, s'është i përfshirë, duhet ta dim. Kështu që unë si avokat nuk kam të drejtë ligjore që të përgjigjem për akuzat, nuk janë akuzat këtu, për dyshimet fillestare ndaj të panderëve tjerë mbi barrën asaj se çka pretendon ose dyshon prokuroria dhe organet e ndjekjes. Për klientin tem fare nuk ka, domethënë, një dyshim të tillë, i është sqaruar njëjtit edhe në polici, që domethënë nuk je pjesë e asnjë lloj dyshimi ose hetimi për këtë çështje, asnjë akont nuk do lidhet me klientin tim. Klienti im ka të bëjë vetëm me këtë veprë në bazë detyrimit dhe mashtrimin.